prej disa ditësh në opinionin publik, janë pasqyruar deklarata përmes medias për komunikimet e kryera mes ish kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor Naureda Llagami dhe deputete socialiste, njëherëzi kryetare e Komisionit Parlamentar të Ligjeve, Klotilda Bushka, ku bëjnë pazare për emrimet në gjykatën kushtetuese. Këto bisedat zhvilluara mes fundit të vitit 2023 dhe fillimit të vitit 2024 shkojnë përtej qokave mes mikeshave me pushtet. Ato dëshmojnë qartë për hapat fillestar të një puçi kushtetues, i cili ka për synim emrimin në gjykatën kushtetuese të disa prej drejtuesve të strukturave të vetingut, të cilët i kanë shërbyer verbrisht Partisë Socialiste dhe klaneve të ndryshme brenda mazhorancës, duke larguar nga detyra gjyqtar e prokuror me integritet, e duke lënë në detyrë gjyqtar Alla Dvorani, i cili harroi të deklaronte 100 milion lek. Në këtë puç kushtetues janë përfshirë edhe zyrtarë të tjerë të lartë, veçanërisht Sokol Sadushi, i gjykatës lartë, dhe njëkohësisht kryetari i radhës i Këshillit të Emrimeve në drejtësi. Gjithashtu, në këtë puç kushtetues është përfshirë me vedijet plot edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj, njeriu që më shumë se kushdo zyrtar tjetër në këtë republikë duhet të jetë garant i kushtetutës. Në bisedat e zbardhura nga media, Llagami i kërkon ndihmë Bushkës për të marrë një vend në gjykatën kushtetuese. Por Bushka shkon edhe më tej. Ajo dhe një sekt brenda Partisë Socialiste që njihen si linja e kreut të 5D-s dhe pronarit faktik të insenatorit Tiranë, Erion Veliaj, synojnë që në fakt të krijojnë 3 vende për sistemuar të mbeturit jashtë liste nga Komisioni i Vetingut. Ky sekt ka treguar se për të arritur qëllimet e tij antikushtetuese, është i gatshëm t'i kundërvihet edhe institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. Më konkretisht, në shtator të vitit 2024, kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali shpallgarën për plotësimin e vakancës së krijuar nga dorëheqja e gjyqtares Elsa Toska. Ajo kishte një mandat të plot 9 vjeçar. Por Klotilda Bushka dhe sekti i saj në një luftë të paprecedent brenda llojit ju kundërvun Spiropalit, duke synuar që të zhbëjnë procedurën e nisur prej saj. Justifikimi i përdorur nga ky sekt ishte parashikimi kushtetues për ripërtëritjen 3 vjeçare të trupës së gjyqtarëve. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë parashikon se vetëm 2 mandate në gjykatën kushtetuese janë të pjesshëm dhe ato u takojnë gjyqtarëve Olta Zaçaj dhe Sander Beci. Por Bushka dhe sekti që përfaqëson e kanë qëllimin diku tjetër. Pas tentativës për zhbërjen e procedurës për zëvendësimin e gjyqtares Elsa Toska, qëndron objektivi i qartë për ndërprerjen e mandatit të gjyqtares tjetër, Sonila Betja. Bushka dhe klani Veliaj, apo klani 5D në Partinë Socialiste, duan të coptojnë mandatin e gjyqtares së dorëhequr Toska për të rrëmbyer edhe mandatin e gjyqtares Betja, e cila ishte emëruar dhe është emëruar për të qëndruar në atë detyrë deri në vitin 2028. Për të rrëmbyer mandatin e gjyqtares Betja në puçin kushtetues, është përfshirë edhe presidenti i Republikës Bajram Begaj. Ky i fundit, i nxitur nga Bushka me klanin 5D, i kërkoi pak kohë më parë gjykatës kushtetuese për të interpretuar afatin e gjyqtarëve. Në atë shkresë, e cila në fakt është një turp jo vetëm juridik për mënyrën e të shkruarit, por edhe antikushtetues, për nga objekti i tij si shkresë, i emëruari i Tauland Ballës në presidencë kërkon të ndërpresë dhe të largojë gjyqtaren Sonila Betja, duke i ndërprerë kështu mandatin. Partia Demokratike e Shqipërisë siguron pjesëtarët e këtij grupi që po kryen atentat ndaj kushtetutës vendit, nga Begaj e deri ke Bushkat, se do të përfundojnë që të gjithë një nga një në spak për këto shkelje të rënda të ligjit themeltar. Partia Demokratike e Shqipërisë garanton gjithashtu
se të njëjtin fat do të kenë edhe ata gjyqtarë kushtetues, të cilët me vedije të plot dhe në shkeljet Kushtetutës së Republikës do të pranojnë të bëhen pjesë e kësaj maskarade për të shërbyer kryebashkiakut të arrestuar për korrupsion Erion Veliaj dhe bushkës apo bushkave të tjera të tij. Ju falemnderit.